Sonte në mesnatë fillon edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale për të cilat raundi i parë do të mbahet më 19 tetor, ndërsa i dyti më 2 nëntor. Zgjedhjet lokale të këtij viti janë të tetat që nga pavarësia e vendit dhe të katërtat në të cilat zgjidhen kryetar komunash dhe lista këshilltarësh në 80 komuna dhe në qytetin e Shkupit. Në zgjedhjet lokale të vitit 2025 ka gjithsej 309 kandidat për kryetar komunash dhe 576 lista kandidatësh për antar të këshillave komunal me gjithsej 10.490 kandidat. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi u ka adresuar sot një thirrje të gjitha subjekteve politike në vend që garojnë në këto zgjedhje të bëjë fusha të ndershme dhe t'ju përmbahen parimeve demokratike. Ai porositi që gara politike të zhvillohet në frymën e një demokracie të shëndetshme, të jetë garë idesh e programesh pa incidente, pa friksime, pa fyerje apo denigrime. I ndërgjegjshëm për detyrën unifikuese që kam, ndjej obligim të bëj një thirrje të qartë tek të gjitha subjektet politike, kandidatët dhe strukturat organizative, institucionet dhe mediat, aktivistët dhe qytetarët, të tregojnë nivel të lartë të kulturës politike dhe qytetare, të përmbahen nga çdo formë presioni, përdorimi i gjuhës së urrëties, propaganda polarizuese dhe nga keqpërdorimi i resurseve publike. Kuvendi tashmë është shprehur me unitet përmes deklaratës së përbashkët për zgjedhje të drejta dhe demokratike. Kujtojmë që respektimi kësaj deklarate është një obligim moral e politik për secilin në këtë fushat. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror Zgjedhor të drejtvote në zgjedhje kanë gjithsesi 1.8 milion votues, prej tyre 112.000 votues që punojnë ose banojnë përkohësisht jashtë vendit, 2.162 votues që vuajnë dënimin me burg ose janë në paraburgim dhe 450 votues nga azilet e pleqve.